Irani ka ekzekutuar në publik me varje 35 vjeçari Mohsen Langarneshin pasi u dënua për spionazh dhe bashkëpunim me shërbimet e inteligjencës izraelite. Sipas agjencisë së lajmeve Mizan, e cila është e lidhur me gjyqësorin iranian, 35 vjeçari u akuzua për përfshirje në disa raste, përfshirë vdekjen e një koloneli të gardës revolucionare në vitin 2022. Gjatë 2 viteve ai shërbeu si spiun. Ai ishte përgjegjës për mbështetjen e operacioneve terroriste dhe praninë në vendin e vrasjes së Sayed Kodai, raportuan mediat shtetërore iraniane. Sipas të njëjtit burim, 35 vjeçari ofroi gjithashtu mbështetje operative për një sulm që synonte një qendër industriale të lidhur me Ministrinë e Mbrojtjes. Media iraniane raportoi se i ekzekutuari pranoi të gjitha akuzat. Disa orë para ekzekutimit, prindërit e tij u gjetën jashtë burgut ku ai po mbahej dhe bën një apel të fundit që djali i tyre të mos varej, një kërkesë e cila nuk u pranua.